të bukur ata turistë. Po, të kanë shumë. Si Ballkanas, po të bukur ama. Po. Po imi race bukur. Entuziazëm, po race bukur. Po ishin greke dhe anglez, nuk ishin, apo e kthejnë e ndrojnë si të duash. Ajo pjesë ishte nga jona. E lam që të quaj ajo që ishte nga jona, po kemi këta tanët që janë më të mirë, këta shqiptarët ku mes tyre do dallosh Shkodran. Po ke parasysh Shkodran ku do që ti hasë Shkodran. Unë kam përshtypjen që në New York, në Kanada, në Gjermani, në Francë, po ti marrësh një intervistë një Shkodran i thotë, bukur. Po bukur thot, bukur është edhe këtu. Po si Shkodër s'ka. Pra shumë të flak për të mbrojtur vendin e tyre. Megjithatë le të ndjekim dhe opinionet e vizitorëve shqiptar. Nga Tirana. Nga Tirana. Vjen rregullisht në Korç? Po. Sidomos për ndezjen e dritave. Ndezjen e dritave dhe për Krishtlindjet. Për Pashkët gjithmonë festat janë shumë të bukura në Korç. Do të thonë ti kur vjen në Korç mbetesh pa e parë në Tiranë. Kënaqem më shumë në Korç se sa në Tiranë. Po ke ndonjë origjinë nga Korça që vjen apo jo? Po, patjetër që kam origjinën nga Korça. Okej, një urim për gjithë shqiptarët dhe sidomos në Shkodër. Urim gëzuar edhe që do zemra gjithë popullit shqiptar. Zonja të hishme, nga keni ardhur ju? Nga keni ardhur? Nga Vlora. Nga Vlora? Po. Si ju duk ndezja dritave? Po, sa mirë. Shumë bukur. Unë nga Korça jam. A jeni këtu në Korç? Po se ndjeni ju korçarë që vinë kaq shumë njerëz në Korç për të parë ndezjen e dritave, por dhe për turizëm. Si ndjeni ju korçarët? Ndjehemi shumë të privilegjuar. Korça është një vend me traditë, ka një histori shumë të bukur. Serenatat janë shumë të bukura, ushqimi, edhe njerëzit janë mikpritës. Një urim për të gjithë shqiptarë kudo që ata ndodhen. Do doja si pastor të flas që Zoti i bekov çdo familje, edhe bekimi Perëndis të mbuloj çdo familje, si kom ne kemi përjetuar këtë kohë tragjedi, aksidente, fëmijë që kanë vdekur, po lutem që mbrojtja e Perëndisë do të aktivizohet, angjëj do të lëvizin në tokën tonë, në sferën tonë dhe atmosfera do ndryshoj, paqja do vinë në çdo familje, ekonomia do të ngrihet, njerëzit në qeveri do të ndërgjegjësohen për të bërë gjërat e duhura. Perëndia e bekoft shqiptar. Faleminderit shumë për turin. Bukur dhe shumë simpatike, nga ka ardhur? Unë kam ardhur nga Korça, do të thënë jam vendlindje këtu. Dhe po më duke shumë atmosferë e bukur, kam pasur shumë dëshirë të vija dhe vitin tjetër, po kam erdhur dhe si vit po më duket më bukur, ka shumë atmosferë, ka dhe shumë njerëz, dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Ku banon ti që ke ardhur te vendi jot? Ku banon? Në fshatin Sovjan. Sa larg është Sovjana? Po ja 3 ore, gjysmore kështu. Po. Ule shpesh në Korç? Po. Ulen, kanë dhe shumë njerëz që vinë, kanë edhe shumë turista. Atje në Savjan, si kishte emrin ai fshati? Sovjan. Sovjan, vinë turistë atje, keni bërë ndonjë bujtinë atje apo jo? Akoma. Nuk vjen atë turist. S'ka turist që vinë shpesh, po, s'kam. Po uroj që të vinë dhe atje, se do të jetë i bukur ai fshati jote. Është i bukur apo jo? Është. Ku e shikon të ardhmen tënde ti? Ku e shikon të ardhmen? Të ardhmen time jam shumë e sigurt ku e shikoj, por që kam ëndër që të jem më lartë se që jam, që të jem shumë e gëzuar me të arriqëdhimin tim. Bravo, një urim për gjithë shqiptarët, kudo që janë dhe po të ndjekin tani. Ju uroj gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri, t'jeni mirë dhe shënden. Faleminderit, nga kalosh gëzuar dhe ti. Mund të di nga keni ardhur? Nga Tirana. Nga Tirana. Ju udhtoni shpesh apo jo? Po, ne udhtojmë shpesh, edhe sot erdhëm vetëm që do ndizën dritat këtu në Korç. Po, vetëm ndezja e dritave na sjell apo ka dhe arsye të tjera që vinë në Korç? Edhe arsye të tjera që vim çdo 2 herë në vit, 3 herë në vit. Çfarë kujde bëni kështu për shembull kur vini në Korç, ju çfarë bëni, ku shkoni, si argëtoni? Gjithandej. Gjithandej. Darga për shembull ku do ju zë sot juve? Ja, sot këtu në Korç. Këtu në Korç, po ku konkretisht, jo në hotel? Dorin deri vonë, ku? Në hotel e kemi me muzikë. Ku shkërcen më shumë nga ju këtu? Gjithë grupi. Të gjithë, keni një alegrit pa parë. Po, gjithë. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ju ndjekin. Për gjithë shqiptarët,
urime e t'ju gjej ky vit sa më mirë e me begati. Bravo dhe për ju. Një urim për shqiptarët. Tjetë pastërti qyteti. Korça e merr vendin e parë apo jo? Shiko, që pas edhe Kuksi, se s'ke qenë ti, ke qenë në Kukës? Ja, tani për tani, ja. Është edhe atje shumë pasë, po nami e ka mbetur Korçës. Pa, Korça ka qenë me një koqërlik që herë. Të paparë. Të papar. Të paparë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar edhe juve, vit në ri, dritët, ne më shumë për dritët erdhë. Faleminderit shumë, ja kjo... Ua, sa i hiqve kjo goca, dhe ti nga Tirana? Unë nga Durrësi. Ua, pas kemi një Durrësu se mbetëm Tiranë Korçë dhe tani, po, ke ardhur nga Durrësi, hera parë që vjen në Korçë, apo ke ardhur herë tjera? Jo, është hera parë në fakt. Po. Edhe më pëlqen si vend. Domethënë të vizitoja më shpesh. Por që tani që më dha mundësia, më pëlqen. Domethënë kam një mendim pozitiv. Okej, një urim për brezin tënd. Çfarë ti uroje brezit tënd? Ty po ta specifikojmë pak. Mos ftofen shumë. Ka ftofti? Apo? Jo, jo. Ah, okej, nga marrëdhëniet që kanë me njëri tjetrin. Të jenë sa më shumë bashkë, harmoni, lumturi, të filloj një vit i mbar. Kaq. Okej, të lumtë, the shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.